Nëse ti e kalon kohën duke përmend Allahun dhu xhelal, realisht e meriton mbrojtjen dhe përkrahin e Allahut dhu xhelal. Çka tha Allahu dhu xhelal? Se çdo njeri ka melaçe që e mbrojnë. Ato melaçe e mbrojnë me urdhrin e Allahut prej kadereve të Allahut. Lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ai njeriu ka melaçe që e përcjellin nga para, edhe melaçe që e përcjellin nga mbrapa, që e ruajnë këtë njeriu nga kaderet e Zotit. E tash këto melaçe të mbrojnë ty aq sa ti e përmend Allahun subhanahu wa taala. Andaj në dhikret e mëngjesit janë dhikret e mbrojtjes peshereve të krijesave. Edhe kush i thot Allahu dhul e mbron. Kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush thot në mëngjes bismillahilladzi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim, kush thot çdo mëngjes me emrin e Allahut dhul jalal që nuk bën dëm kur përmend emrin e tij asgjë që është në qiell apo në tokë, dhe ai është Allahu që dëgjon edhe din çdo gjë, kush e thot këtë dhikr, Allahu e mbron nga çdo e keqe, edhe nga kafshimi i gjapit, edhe nga kafshimi i akrepit. Njëri prej transmetuesve të këtij hadithit e kishte kafshu akrepi. Edhe kur e ka dhënë këtë hadith në mexhlis, atë i thënë po mirë, çka u bota, është i thue, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty ka kafshu akrepi. Thot kur e bëjnë ndërhyrjen xhamati, thot që këtu u pritësha. Po, është e vërtetë që më ka kafshu akrepi, por realisht atë ditë që se kam thonë këtë dhikr ka kafshuar akrepi. Realisht kjo rast është për ta vërtetuar këtë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari që i rrin gati dhikrit në përgjithësi, edhe dhikrit e mëngjesit dhe mbrëmjes në veçantë, sigurisht se Allahu ka më mbrojt nga kaderet e tija, që janë fatkeqësi dhe dame.